نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. Selam aleikum, hoqë pse I kritikon aq shumë Hanefit? Pse në trojet tona ka thuaj se 95% Hanefi, në Sabali janë Hanefi. Hanefi në 95. Ku janë ato Hanefit? Ku pi shof? Hanefit e kanë obligim vajib fars me shlu mjekrën, se mos me pas mjekër ku të shkojsh dhe me bo një qa, kush po dëshmon filoni s'pranohet dëshmia. Hanefit e kanë obligim me shlu mjekrën. Ai që nuk e shlon mjekrën është fasik, nuk I lidhet imamit që s'ka mjekur me dhebin Hanefi. 2. Hanefit e kanë haram muzikën. Ati, sa që deja I kje? Hanefit e kanë haram fotografimin. Mu fotografu, haram. Ma ekstrem këtë çështje janë kusht? Hanefit. Me lecu për të vdekur Kur'an me dhebin Ebu Hanifës, haram. Me morë pare, haram kub. Për me lecu për dekmit. Po me morë pare me dhebin Ebu Hanifës dhe me jamsu Kur'anin talebëve, haram. Haram. Haram me morë për Kur'an. A ka shpi Hanefi? Nuk I kritikoj une Hanefit. Po I kritikoj qdo kem I cili ka dal prej me dhebit Hanefi e pretendon se jam Hanefi. Hanefi? Mo paskon Hanefi ja kish mi la kom dhe ja kish mi pi ujin. Atyre Hanefive për një me qish janë Hanefi. Hanefi të në gjihad me bon të janë mot është obligim. Po në qofte edhe me dhebin Ebu Hanifës ka thonë Ebu Hanifja, nëse hadithja është I vërtet është nga me dhebi im. Nëse gjeni dikun që fjala ime kundërshtohet me fjallën e pejgamberit Allah, fjallës time më shoja një murit, përcel në hadithin e pejgamberit Allah. Kush është Hanefi? Ai që e përcel mesazhin, porosin Ebu Hanifës, apo ai që e kalon Ebu Hanifën mas shpine dhe thot, Hanefi na jena dashte apo s'dashte, amo jo që ka konë Ebu Hanifja, po që ishdojmë na. Ebu Hanifja ka thonë, ai që se fol namodhi, shka mi bon atine? Ka thonë burgosët, kja është me dhebi Ebu Hanifës. A jeni dakord më bon Hanefi? Ha? Wallah si zorë. Me paskon Ebu Hanifja, shta është kishtë dhonë, unë e distancona prej këtinve që I bojnë atletik, apo fiskulturë në Taravi. S'jamu në Hanefi. Pa Ebu Hanifja paskon ishte distancua, është Hanefi që do t'jamu në Hanefi. Pa ata u lehet të ndërshëm, këto janë përrallat e përrallat gjive, po kjo s'ka të bëjë Ebu Hanife rahimahullah.